Okej. Përpër dhe dushit, ato gjithmonë, normalisht kanë tendencë për të bërë me myk, sidomos pjesën poshtë, testamentin, domethënë, sepse aty qëndron gjithmonë ujë. Po. Lahen më shpesh, kuptohet, jo, sepse janë edhe më të thjeshta dhe më të lehta për tu hequr e për tu vënë, dhe duhen larë bashkë me një peshqir. Me një peshqir? Peshqir, 2 ose 2 ose 3 peshqira, do më varet. Për çfarë? Dhe sepse ato zakonisht janë për mushamaje, dhe nuk bëhet mirë fërkimi, kurse kur kemi dhe peshqir brenda, bëhet më mirë fërkimi dhe lahen më mirë. Ja, pra, shikon kush e dinte këtë. Është si puna dhe atleteve, e kam thënë. Edhe kur lahen atletet, kujdes, jo atletet për lëkure, vetëm ato prej cope. Prej cope, futën lavatrice, se ato prishen prej lëkure. Se si lahen ato prej cope? Kemi shkatruca nga këtë. Jo, me programin delikat kuptohet atletet, por duhet futu dhe një shtroj. Ajo këmbëve. Se do futesh peshqirin e duarve edhe të fytyrës me atletet. Duhet që atletet të futen ato çantat të sigurisht, ato po. Po. Ajo dihet, por duhet dhe peshqiri. Edhe një peshqir bashkë me atletet. Një peshqir këmbësh. Këmbësh, po. Edhe çdo gjë duhet me kujdes. Imagjinoj që të jenë atletet e bardhë dhe peshqiri me ngjyrë. Jo. Jo, tash ato gjëra dihen, domethënë. Ato gjëra dihen varet, po që një burrë që e bën këtë procesin. Po varet se thotë më ta ta bëj gabimin. Peshqir po këtë blun me të bardhat. Edhe dalin një miks. Dhe kjo është shumë interesante me atletet. Që të bëhet sa më shumë ai procesi. Duhet që atletet paraprakisht të jenë me një solucion aty apo i hedhim tek lavatricia ilaçin? Tashi më e mira. Sidomos njëherë të ato atletet e bardha. Po, ato, sidomos që kanë atë gomën aty. Aty është para se të futen lavatricia normalisht që do pastrohen ato. Do pastrohen pak me një furçë, me ashtu që të heqim ato papastërtitë të mëdha. Okej. Jo direkt aty. Po. Dhe le të themi e i lëm atë ilaçin aty tek atletet apo ja hedhim aty te lavatricia? Ja hedhësh dhe te sirtari te vendi që do t'ja heqim lidhset apo t'i lëm edhe lidhset vend? Lidhset prap, siç the edhe vet, domethënë në një tras nga ato të voglat. Po. I heqim edhe i vënë dhe shollën. Edhe sholla hiqet që të lahen sa më mirë. Kjo është mënyra më mirë, di pse tikën sholla. E shpërbëve gjithë atletën. Tikën ajo. Jo, edhe po të lihen brenda nuk lahen mirë. Kuptohet. Po. Ua, si kemi. E kur ti marrësh pastaj duke menduar, si vjen këto? Si vjen bashkë këto? Po, që të mos si kemi kështu të shpërdara në për lavatrice dhe t'jenë të lara mirë, pra, duhet thënë. Më e dinit këtë sekret, nuk e dinit. Nuk e që e dinit. Shumë e bukur, mirë. Është një ndër teknikat që i thjesht mund edhe ta dinë, nuk themi që mirë, por mund të dinë shumë pak njerëz të gjithë këtë procedurë. Sidomos ajo me peshqir është shumë interesante. Peshqiri duhet patjetër, sepse bën pra procesin e fërkimit më shumë, domethënë. Se mushamaja vetëm me vete nuk ka çfarë fërkohet, domethënë, rrëshqitshme. Një pyetje të fundit. Kemi ndonjë locion ose ndonjë produkt që do shta këpucët, me tak, stiletot, këpucët e çunave gjatë kësaj periudhe t'i pastrojmë pa e futur në lare të mëdhaja. Ato tash duhen vetëm me, nëse nuk duam të blejmë ato që janë posaçërisht për këpucët. Po, pikërisht, jo solucion. Duhen blerë solucione, në fakt që janë posaçërisht për to, sepse janë menduar tamam për atë punë. Uji e sapun të butë, jo irritues. Okej. Edhe me leckë. Për këto që janë prej lëkure, duhet kujdes, domethënë. Okej, me shumë kujdes të madh. Me shumë kujdes, me leckë mikrofiber, domethënë e njom pak, dhe pastaj duhet patjetër që duhen me një leckë tjetër të thatë, duhen fshirë. Duhen fshirë. Duhen tharë direkt me një herë, sepse lëkura normalisht nuk do shumë ujë. Interesante shumë, shumë interesante dhe faleminderit shumë Eva. Shkënaqësi gjithmonë. Biseda që të zbulojmë disa sekrete që nuk i dinim, sidomos në periudhat të ndryshme të vitit. Faleminderit Eva. Kënaqësi. Faleminderit juve. Ne do të kemi mundësinë tani, nuk e di vetëm të më njoftoj regjia nëse kemi të